Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Publikimi i një audioje mes ministrit të jashtëm hungares Peter Schiatro dhe homologut rus Sergej Lavrov ka shkaktuar polemika, pasi sugjeron përpjekje për të ndihmuar Moskën në çështjen e sanksioneve të BE-s. Rasti vjen në një moment të ndjeshëm politik për Hungarinë, ndërsa shtohen akuzat për lidhje të ngushta me Rusinë. Një audio e publikuar së fundmi ka vendosur Hungarinë në qendër të një skandali diplomatik, duke ngritur pikë pyetje mbi marrëdhëniet e saj me Rusinë dhe qëndrimin ndaj sanktsioneve të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për një bisedë telefonike të regjistruar mes ministrit të jashtëm hungares, Peter Schiatro, dhe homologut të tij rus, Sergej Lavrov, e publikuar nga një portal investigativ. Në këtë audio, Lavrov i kërkon ministrit hungares të ndërhyjë për heqjen nga lista e sanksioneve të një personi të lidhur me një oligark rus, konkretisht Gulbahor Ismailova. Në përgjigje, Schiatro shprehet i gatshëm të ndihmojë dhe konfirmon se Hungaria, së bashku me Slovakinë, po përgatisin një propozim në Bashkimin Evropian për heqjen e saj nga lista e sanksioneve. Ai madje thekson se do të bëjnë gjithçka që munden për të realizuar këtë, duke lidhur procesin me periudhën e rishikimit të radhës së sanksioneve. Publikimi i kësaj bisede vjen në një kohë presioni të shtuar ndaj ministrit hungarez, pas raportimeve se ai mund të ketë ndarë informacione të ndjeshme me Rusinë gjatë takimeve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Këto zhvillime po intensifikojnë debatin politik në Hungari, sidomos në prag të zgjedhjeve parlamentare të 12 prillit, ku marrëdhëniet me Moskën janë një temë qendrore. Sipas rregullave të BE-s, sanksionet rinovohen çdo 6 muaj me konsensus të plot të vendeve anëtare. Emri i Ismailovës u hoq nga lista në mars të vitit 2025, së bashku me disa individ të tjerë rus, duke shtuar dyshimet për ndikimin e lobimit politik në këtë proces. Vetë Schiatro nuk e ka mohuar autenticitetin e bisedës, por ka minimizuar rëndësinë e saj, duke deklaruar se qëndrimet e tij kanë qenë të njëjta si në publik, ashtu edhe në komunikimet private. Ai ka akuzuar gjithashtu shërbimet e huaja të inteligjencës për përgjimin e telefonatave të tij. Nga ana tjetër, Komisioni Evropian e ka cilësuar çështjen shqetësuese dhe ka kërkuar sqarime nga Budapesti për qëndrimin e përfaqësuesve të tij në institucionet evropiane. Ndërkohë, Hungaria dhe Slovakia vazhdojnë të mbajnë marrëdhënie të afërta me Rusinë, pavarësisht politikës së përgjithshme të BE-s për izolimin e Moskës pas pushtimit të Ukrainës. Ky zhvillim i fundit pritet të ketë ndikim në klimën politike në Hungari dhe në marrëdhëniet e saj me partnerët evropian, ndërsa debati për ndikimin rus në Evropë mbetet i hapur. Katari deklaron se e ardhmja e ngushticës së Hormuzit duhet të vendoset nga vendet e rajonit dhe partnerët ndërkombëtar vetëm pasi të rikthehet siguria, ndërsa aktualisht kalimi mbetet i mbyllur për shkak të operacioneve ushtarake. Ndërkohë, përshkallëzimi i konfliktit ka sjellë sulme ndaj infrastrukturës dhe anijeve energjetike, duke rritur rrezikun për rajonin dhe ekonominë globale. Katari kërkon një vendimmarrje të përbashkët për të ardhmen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për energji në botë, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të përshkallëzohen. Gjatë një konferencë përshtyt në Doha, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed Al-Ansari, theksoi se aktualisht ngushtica është e mbyllur për shkak të operacioneve ushtarake dhe se diskutimet për të ardhmen e saj nuk mund të zhvillohen në këto kushte. Ai nënvizoi se kjo rrugë ujore nuk i përket një vendi të vetëm, por është një hapësirë e përbashkët për të gjithë rajonin dhe partnerët ndërkombëtar. Ndaj çdo vendim duhet të merret në mënyrë kolektive pasi të përfundojë përshkallëzimi dhe të rikthehet siguria. Zyrtari i Katarit paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e madh që paraqesin sulme ndaj infrastrukturës civile, duke theksuar se vendet e gjirit varen në masën e madhe nga impjantet për furnizimin me ujë të pijshëm. Sipas tij, goditja e këtyre objekteve përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën e qytetarëve në të gjithë rajonin dhe duhet të shmanget me çdo kusht. Ai shtoi se ekziston një qëndrim i përbashkët mes vendeve të gjirit për të kërkuar uljen e tensioneve dhe përfundimin e luftës, ndërsa Doha mbështet çdo nismë diplomatike që synon rikthimin e palëve në tryezën e negociatave. Sipas tij, konfliktet përfundojnë gjithmonë me dialog dhe sa më shpejt të arrihet kjo, aq më mirë për popujt e rajonit.
Bashkimi Evropian e cilëson shumë shqetësuese vendimin e Izraelit për të miratuar një ligj që parashikon dënimin me vdekje për palestinezët e dënuar nga gjykatat ushtarake. Sipas BE-s, kjo mas përbën shkelje të drejtës për jetën dhe bie ndesh me parimet ndërkombëtare dhe demokratike. Bashkimi Evropian ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Izraelit për të miratuar një ligj që parashikon dënimin me vdekje për palestinezët e shpallur fajtor për sulme vdekjeprurse nga gjykatat ushtarake. Gjatë një konferencë për shtyp në Bruksel, zëdhënësi i Komisionit Evropian, Anwar El Anouni, e cilësoi këtë zhvillim si shumë shqetësues dhe një hap të qartë pas. Ai theksoi se futja e dënimit me vdekje, së bashku me natyrën diskriminuese të ligjit, bie ndesh me vlerat themelore që mbron Bashkimi Evropian. Sipas tij, BE-ja kundërshton dënimin kapital në çdo rast dhe në çdo rrethan, duke konsideruar atë një shkelje të drejtë të së drejtës për jetën, një nga parimet bazë mbi të cilat ndërtohet politika dhe qëndrimi i Unionit. Zëdhënësi theksoi gjithashtu se ky qëndrim është bërë i qartë që në fillim, madje edhe përpara miratimit të ligjit nga Izraeli. Ai i bëri thirrje autoriteteve izraelite që të respektojnë pozicionin e mëparshëm parimor, detyrimet sipas ligjit ndërkombëtar dhe angazhimet ndaj parimeve demokratike. Reagimi i Brukselit vjen në një moment tensionesh të larta në rajon, ndërsa vendimi i Izraelit ka nxitur kritika dhe shqetësime ndërkombëtare për ndikimin që mund të ketë në të drejtat e njerëzit dhe stabilitetin në rajon. Bashkimi Evropian rithekson se mbrojtja e jetës dhe respektimi i standardeve ndërkombëtare duhet të mbeten në qendër të çdo vendimarrjeje, duke paralajmëruar se masa të tilla mund të përkeqësojnë më tej situatën dhe të minojnë përpjekjet për paqe. Italia ka refuzuar lejen për avionët ushtarak amerikan që të përdorin bazën ajrore Sigonella në Siçili për operacione drejt lindjes së mesme. Vendimi vjen mes debatit të brendshëm politik dhe shqetësimeve për përfshirjen në konfliktin SBA-Izrael kundër Iranit. Italia ka refuzuar të jap leje avionëve ushtarak të Shteteve të Bashkuara për të përdorur bazën ajrore Sigonella në Siçili si pikë ndalimi për operacione drejt lindjes së mesme. Sipas burimeve pranë çështjes, disa bombardues amerikan pritej të uleshin në këtë bazë në lindje të Siçilisë përpara se të vijonin drejt rajonit të tensionuar, por autorizimi nuk u dha. Raportohet se kërkesa nuk ishte paraqitur sipas procedurave të parashikuara dhe strukturat ushtarake italiane nuk ishin konsultuar, siç kërkohet nga marrëveshjet që rregullojnë përdorimin e bazave amerikane në Itali. Ministria Italiane e Mbrojtjes nuk ka bërë ende një koment zyrtar për këtë çështje, ndërsa zhvillimi ka hapur debat të gjerë politik në vend. Që prej shpërthimit të konfliktit me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit, partitë e opozitës së majt kanë kërkuar që qeveria të bllokojë përdorimin e bazave ushtarake në territorin italian për të shmangur përfshirje në luftë. Nga ana tjetër, qeveria e djathtë e kryeministres Giorgia Meloni ka deklaruar se çdo kërkesë e tillë do të shqyrtohet dhe do të kërkojë autorizim nga parlamenti, duke theksuar rëndësinë e respektimit të procedurave ligjore dhe sovranitetit kombëtar. Baza ajrore Sigonella, një nga pikat më strategjike të pranisë ushtarake amerikane në Mesdhe, ka luajtur historikisht rol kyç në operacionet e NATO-s dhe SBA-s në rajon. Refuzimi i fundit shihet si një sinjal i kujdesit të shtuar nga Italia për të mos u përfshirë drejt për drejt në një konflikt që po zgjerohet dhe rrezikon stabilitetin rajonal. Presidenti amerikan Donald Trump thuhet se është i gatshëm të përfundojë luftën me Iranin, edhe nëse ngushtica e Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur. Sipas raportimeve mediatike, SBA synon të përqendrohet në objektiva ushtarake dhe presion diplomatik, duke shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po shqyrton përfundimin e luftës me Iranin, edhe nëse një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë, ngushtica e Hormuzit, mbetet e mbyllur. Sipas një raportimi të publikuar nga mediat amerikane, Trump u ka bërë të ditur bashkëpunëtorëve të tij se hapja me forcë e kësaj rruge jetike për tregtinë globale të energjisë mund të zgjasë konfliktin përtej afatit të synuar prej 4 deri në 6 javësh. Për këtë arsye, strategjia e administratës amerikane duket se është zhvendosur drejt arritjes së objektivave kryesore ushtarake, pa u fokusuar menjëherë në rihapjen e plotë të ngushticës. Raporti thekson se Shtetet e Bashkuara synojnë të dobësojnë flotën detare të Iranit dhe kapacitetet e tij raketore, ndërsa paralelisht po ushtrojnë presion diplomatik ndaj Teheranit
për të rikthyer lirinë e lundrimit në këtë korridor strategjik. Nëse këto përpjekje nuk japin rezultat, Washingtoni mund të kërkojë aleatëve evropian dhe vendeve të gjirit të marrin drejtimin për rihapjen e saj. Megjithatë, opsionet ushtarake mbeten ende në tryezë, edhe pse nuk konsiderohen prioritet i menjëhershëm. Ndërkohë, deklaratat publike të Trump mbi konfliktin kanë qenë të paqëndrueshme. Ai ka paralajmëruar se do të shkatërrojë plotësisht infrastrukturën energjetike të Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje në kohë të shpejtë. Paralelisht me këto zhvillime, SBA ka rritur praninë ushtarake në rajon. Anija luftarake USS Tripoli dhe njësi të marincave kanë hyrë në zonë, ndërsa element të forcave ajrore dhe toksore amerikane janë në proces dislokimi. Sipas raportimeve, po shqyrtohet edhe mundësia e dërgimit të deri në 10.000 trupave shtesë. Administrata amerikane po vlerëson gjithashtu skenar të tjerë, përfshirë një operacion kompleks për të marrë nën kontroll rezervat e uraniumit të Iranit. Megjithatë, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë theksojnë se rikthimi i lundrimit normal në ngushticën e Hormuzit mbetet një objektiv, por jo ndër prioritetet kryesore ushtarake në këtë fazë. Irani refuzon planin e arpushimit të propozuar nga Shtetet e Bashkuara, duke e cilësuar atë me kërkesa të tepruara, jo realiste dhe të paarsyeshme. Teherani thekson se nuk ka zhvilluar negociata direkte me Washingtonin dhe se prioritet mbetet mbrojtja përballë sulmeve të vazhdueshme. Irani ka hedhur poshtë planin e fundit të armpushimit të propozuar nga Shtetet e Bashkuara, duke e cilësuar atë si të papranueshëm dhe jashtë realitetit. Gjatë një konferencë për shtyp në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Esmail Bagei deklaroi se materiali i paraqitur nga pala amerikane, e njohur si një plan me 15 pika, përmban kërkesa të tepruara, jo realiste dhe të paarsyeshme. Ai theksoi se Irani ka mbajtur një qëndrim të qartë që nga fillimi dhe nuk ka zhvilluar negociata të drejtpërdrejta me Washingtonin. Bagei u shpreh se iniciativat rajonale për paqe janë të mirëpritura, por sqaroi se Irani nuk ka qenë pjesë e disa takimeve të zhvilluara nga vende të tjera, përfshirë një kornisë të iniciuar nga Pakistani. Sipas tij, vendimet e Teheranit do të bëhen publike vetëm kur të arrihet një përfundim i qartë, duke theksuar besimin e plotë të autoriteteve iraniane në objektivat e tyre. I pyetur për një zgjidhje politike të konfliktit, ai deklaroi se sulmet e intensifikuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë detyruar Iranin të fokusohet në mbrojtjen e tij, duke akuzuar kundërshtarët për përpjekje për të goditur bazat shkencore dhe trashëgiminë kulturore të vendit. Ndërkohë, përplasjet ushtarake në terren vazhdojnë. Sulmet ajrore janë raportuar në disa qytete iraniane, ndërsa garda revolucionare njoftoi se ka ndërmarrë valë të reja sulmesh me raketa dhe dron ndaj objektivave amerikane dhe izraelite në rajon. Zëdhënësi iranian ritheksoi se operacionet e vendit të tij nuk synojnë vendet fqinje, por vetëm bazat ushtarake amerikane, që sipas tij janë përdorur për të sulmuar Iranin në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ai u bëri thirrje vendeve të rajonit që të mos lejojnë përdorimin e territorit të tyre për sulme kundër Iranit. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka njoftuar zhvillimin e bisedimeve online me Shtetet e Bashkuara, ku do të diskutohet mundësia e një marrëveshjeje dhe hapa drejt paqes. Ai paralajmëron se Ukraina do të vazhdojë të kundërpërgjigjet ndaj sulmeve ruse nëse nuk arrihet një arpushim, veçanërisht për infrastrukturën energjetike. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka bërë të ditur se të mërkurën do të zhvillohen bisedime online me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, në një përpjekje të re për të avancuar negociatat për paqe. Duke folur nga Buça, gjatë një samiti për kujtimor për viktimat e pushtimit rus, Zelensky deklaroi se në këtë takim pritet të marrin pjesë edhe figura të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, si dhe zyrtarë dhe përfaqësues të tjerë politik amerikan. Sipas tij, diskutimet do të fokusohen në fazën aktuale të negociatave dhe mundësinë për një marrëveshje tripalqe, ose të paktën organizimin e një takimi të tillë. Zelensky theksoi se do t'i paraqes palës amerikane propozimin e Ukrainës për një arpushim që lidhet me ndalimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike, duke kërkuar që ky propozim t'i transmetohet Rusisë. Ai shtoi se deri më tani nuk ka pasur sinjale nga Moska në këtë drejtim. Presidenti i Ukrainës paralajmëroi se nëse Rusia vazhdon sulmet, Ukraina do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë.
për nëse arrihet një marrëveshje për ndalimin e goditjeve ndaj objekteve energjetike, atëherë edhe Kievi është i gatshëm të veprojë në mënyrë reciproke. Ai u shpreh gjithashtu se Rusia po përpiqet të ushtrojë presion ndaj Shteteve të Bashkuara, sidomos në prag të zhvillimeve politike të brendshme në SBA, duke shtuar se shpreson që negociatat të udhëhiqen nga logjika dhe jo nga emocionet. 3 paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në Libanin Jugor në 2 incidente të ndara, ndërsa përshkallëzohen përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut. OKB ka nisur hetime për ngjarjet, duke paralajmëruar për rrezikun e madh që u kanoset forcave ndërkombëtare në terren. Situata në jug të Libanit po bëhet gjithnjë më e rrezikshme, ndërsa 3 paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara humbën jetën në 2 incidente të ndara brenda pak orësh. Sipas misionit të OKB-s në Liban, UNIFIL, 2 paqëruajtës u vranë pasi automjeti i tyre u godit nga një shpërthim pranë zonës së Bani Hayan, ndërsa 2 të tjerë mbeten të plagosur dhe po marrin trajtim në spital. Një tjetër ushtar humbi jetën një natë më parë, pasi një predh goditi një bazë të OKB-s pranë fshatit Adshit Al-Qusair, duke plagosur rënd edhe një koleg të tij. Zëdhënësja e UNIFIL, Candice Ardiel, bëri të ditur se janë hapur 2 hetime për të përcaktuar origjinën dhe natyrën e shpërthimeve, ndërsa rezultatet do t'u komunikohen palëve të përfshira dhe çdo përgjegjësi do të ndiqet zyrtarisht. Ndërkohë, OKB paralajmëron se dhuna në zonë është intensifikuar ndjeshëm, me shkëmbime të vazhdueshme zjarri dhe predhash me ushtrisë izraelite dhe grupeve të armatosura në Liban, kryesisht Hezbollahut. Këto përplasje po zhvillohen gjithnjë e më pranë pozicioneve të paqëruajtësve, duke i vënë ata në rrezik të drejtpërdrejtë. Organizata u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të respektojnë detyrimet sipas ligjit ndërkombëtar dhe të shmangin çdo veprim që mund të rrezikojë jetën e paqëruajtësve, duke theksuar se ata nuk janë pjesë e konfliktit dhe nuk duhet të bëhen objektiv. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare. Indonezia, vendi nga e cili vinin viktimat, ka dënuar ashpër sulmet dhe ka kërkuar hetim të plotë dhe transparent, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s paralajmëroi se sulmet ndaj paqëruajtësve mund të përbëjnë shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe madje krime lufte. Diplomatët kryesor të Bashkimit Evropian kanë vizituar Buçan për të përkujtuar viktimat e masakrës dhe për të shprehur mbështetjen për Ukrainën. Ngjarja përkon me përvjetorin e 4 të çlirimit të qytetit, ku u zbuluan krime të rënda gjatë pushtimit rus. Diplomatët më të lartë të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Ukrainë për të përkujtuar viktimat e masakrës së Buças dhe për të riafirmuar mbështetjen ndaj Kievit. Shefja e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, së bashku me disa ministra të tjerë të jashtëm të vendeve anëtare, vizituan qytetin pranë kryeqytetit Kiev, ku vendosën qirinj në memorialin kushtuar viktimave të pushtimit rus. Ata zhvilluan gjithashtu homazhe në kish dhe u bashkuan në një moment reflektimi për mbi 400 civilët e vrarë gjatë okupimit. Vizita përkon me përvjetorin e 4 të çlirimit të Buças, një ngjarje që tronditi opinionin ndërkombëtar pasi zbuloi për masat e krimeve të kryera gjatë luftës. Autoritetet ukrainase e kanë cilësuar atë si një nga episodet më të rënda të dhunës në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, deklaroi se ka një mbështetje në rritje ndërkombëtare për krijimin e një tribunali të posaçëm për krimin e agresionit ndaj Ukrainës. Ai bëri të ditur se disa vende kanë shprehur gatishmëri për t'u bashkuar kësaj nisme, e cila synon të vendosë drejtësi për krimet e kryera gjatë konfliktit. Nga ana tjetër, Rusia ka bërë të qartë se nuk do ta njohë një tribunal të tillë dhe e konsideron pjesëmarrjen në të si një akt armiqësor. Vizita e diplomatëve evropian vjen në një kohë tensionesh edhe brenda vetë Bashkimit Evropian, ku po diskutohen çështje që lidhen me vazhdimin e ndihmës për Ukrainën. Megjithatë, prania e tyre në Buça dërgon një mesazh të fortë politik dhe simbolik për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Ukrainës dhe për kushtimin për të kërkuar drejtësi për viktimat e luftës. Guvernatori republikan i Floridës, Ron DeSantis, ka nënshkruar ligjin për të riemëruar Palm Beach International Airport në nder të presidentit Donald Trump. Ky vendim vjen pas një serie nismash të tjera ku emri i Trumpit është vendosur mbi ndërtesa, institucione dhe programe qeveritare. Guvernatori republikan i Floridës, Ron DeSantis, ka nënshkruar ligjin për të riemërtuar Palm Beach International Airport me emrin e presidentit Donald Trump.
Vendimi vjen pas miratimit të një plani për një bibliotekë presidenciale në Miami dhe është pjesë e një vale nismash ku emri i Trumpit është vendosur mbi ndërtesa qeveritare, programe, anije luftarake dhe madje edhe monedha amerikane. Trump, i lindur në New York, u zhvendos në Florida në vitin 2019 dhe aktualisht jeton në rezortin e tij Mar-a-Lago në West Palm Beach. Për të bërë zyrtar këtë ndryshim emri, kërkohet miratimi nga Federal Aviation Administration dhe përditësimi i tabelave të aeroportit dhe bazave të dhënave të fluturimeve. Së fundmi, një projekt ligj synon gjithashtu të ndryshojë kodin 3 shkronjësh të aeroportit nga PBI në DJT, duke reflektuar inicialet e Trumpit. Përveç aeroportit, emri i tij tashmë figuron mbi një klasë të planifikuar anijesh të marinës, një program vizash për të pasurit e huaj, një faqe qeveritare për ilaçe dhe institucione kulturore dhe financiare si John F. Kennedy Center dhe US Institute of Peace. Në fillim të këtij muaji, një panel federal i artit miratoi një monedhë prej ari me portretin e Trumpit, si pjesë e serisë së monedhave për 250 vjetorin e Amerikës. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.